Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-ve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime. Dhe në fakt, ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Maqedoninë e Veriut, do të jemi në Tetov, do hap dritaren për një 39 vjeçare, i quhet Artur Çollaku, por është shqiptar i Shqipërisë. Arturi sapo ka fituar lirin, ka dalë nga burgu pas shumë viteve burg. Ai ka dalë dhe ditën e sotme kërkon të jetë këtu në këtë live për të rrëfyer jetën e tij, pasi është një fëmijë i cili u braktis. Fati e donte të kishte një familje tjetër, të birsohej në familjen Çollaku në Rajc të Librazhdit, por sot ai kërkon të gjejë nënën e tij biologjike. Kështu që hap dritaren dhe ftoj menjëherë Arturin. Artur, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Si ke qenë? Mirë, ti si kalon? Në shtëpi? Mirë, faleminderit. Më në fund ke fituar lirin, ke dalë nga burgu. Po, përpara vitit të ri. U bën disa muaj që ke dalë nga burgu. Disa muaj. I dashur Artur. Para operasi të rënë, këtu në Veshk, kishe një gur. Ke pasur probleme me shëndetin? Shumë me shëndetin, po kom laposur edhe me ata kolegët e tu. Lëri kolegë, do flasim bashkë tani të dy. I dashur Artur, ju dolën nga burgu, sa vite qëndruat në burg? Ma ke thënë, po sa ma i mend. 9 vite burg keni bërë. Dhe kur doli jashtë, si të duk? Ja, të flas drejt, mua njësoj më duket. Se unë kam patur, unë të tregova dhe atë, unë kam patur kushte shumë të mira, e di? Se njeri unë gabon, çdo njeri gabon. Se njeri pa gabime nuk ka, unë për vete kam kaluar shumë mirë, dikush tjetër edhe maltretuar. Pasim drejt. Sido që të jetë burgu ngelet burg. Normale, unë nuk po them se veni huaj, po unë e di një dhe gjuhën. Ajde unë i monte shumë. Burgun ju ku e bët? Ku e kryet? Unë e bërë në Shkup, në Trizov. Në Maqedoninë e Veriut. Po, në Maqedoni. 9 vite burg, por dua të pyes nëse gjithmonë do të tregosh, për çfarë u dënove kaq shumë? Unë ishe për plagosje të rënë, në thik. Dhe ngjarja ndodhi në Shkup? Në orë të Maqedonisë. Po çdoje me... Nuk ka burgje këtu të vogla, kurse ajo është, si i thonë, si që në Tirana, kërë qyteti, kupton, ai i tillë neve të ujit. Gjithsesi, unë uroj dhe shpresoj që ai gabimi së shkuarës e kreve atë dënim, sot ke fituar lirin dhe ke dalë, ke disa muaj që ke dalë nga burgu. Aktualisht je në Shqipëri apo në Maqedoni? Në Maqedoni jam, më të punoj. Je në Maqedoni, por kur dole nga burgu, vajte në shtëpi, u ktheve? Si, jo, vajta të në pasaj erva një 2 javë, 3 javë, kom nëntër mos të t'ginje në për Shqipëri. I dashur Artur, u çmalle me gjithë njerëzit? Me kretë, edhe shoqërime kishe kretë, deta kishe kretë Maqedoni. Po nëna, si të priti? U si tregova, se më qitën në Kosovë, nuk më qitën për këtu në Dogan. Në Qafan, për në Kosovë, dhe kur vete u Kosovë, po vlla, po ku ishe ti mua ata, kur e jap dokumentin që ta kaloj kufirin? Po në Serbi ishe për vlla. Sa ta i dha me një dokumenta për rrugën këtë janë. Po shnuo mram ishe Serbi, se nuk e din akoma që unë kom qenë burg. E kuptova. Sa unë e di një gjuhën edhe unë fola Maqedonisë një gjuhën. Pasha dokumenti thosh, ata di që s'jesh, pastaj kur tha i shefi doganës për burgu, tha vetë njëri ti apo dallaj një tha. Tash tash për burgu s'kom dalë. Por kur arrite në shtëpi, nënës ja bëre surprizë. Ai nuk e dinte që ti do dilje. Po mosha bre, pastaj unë po ti tregoj një Odeta do t'i rrite me një atje dhe ti shef me plejse si është në tropi bie një. Po pse ti nënës tënde nuk i ke treguar që ke qenë në burg 9 vite? Po vinte nëna më çdo 2 javë. Po pra, nëna e dinte që ti ishe në burg. Dinte, nuk e dinte kur do dal. Po pra, dhe ja bëre surprizë. Preshi plisë, jo për ditë, kur do vish? Tash hape një 2-3 ditë. Hape, kur do vish gjene? Hape një 2-3 ditë. Unë gjithmonë e mami me shpresë, jo dhe më thonë që unë kam edhe kaq. Nuk e ka ditur ajo se unë jam dënuar.
9 vjet. 9 vite. Por gjithsesi ajo e ka kuptuar se ti bëre 9 vite. Kuptoj, pastaj e kuptoj një 3 muajt e para, kur të dalish këtë një 2 javë, pastaj avukati i tregoi da treta. Kjo pati dënimin 20 vjet, ama ne ja ulëm sa ja bëm 9. Ndërkohë që u çmalle me nënën dhe ajo u lumturua që të pa të lirë. Po, edhe çfarë më tha nona? Kishte qenë kjo mimoza me gjithë burin e vet. Dhe do ndalim. Do ndalim sepse dua të flas me ty, sepse ne të dy i dashur Artur jemi lidhur bashk, sepse ti më ke treguar historinë tënde që je një fëmijë i birsuar. Nëna që të ka rritur në zonën e Librazhdit, konkretisht në çfarë vendi? Në Librazh, deta se dokumentet thash dhe njëherë dhe nona, unë për natë kam gjej dokumentet. Jo, në çfarë vendi ke jetuar, je birsuar, në cilin fshat të Librazhdit? Rajc. Në Rajc. Ti je birsuar në Rajc të Librazhdit nga familja, si e ka mbiemri familja? Qali Çollaku. Çollaku, dhe ju mbani emri Çollaku. Me normale, ma pem në muaj e ta. E qartë, baba i birsus ka ndruar jetë? Po, është vetë varu, nga depresia. Unë kam qenë mosha 14 vjetë e ta. Kur ai ka bërë vetvrasje? Unë ja kam prejnë i taj, me kam drejtën, se unë, si thaj, njeri vetëm ne të trejshim, a nona ishte me një dasë. Po? Nga i hypi, u vetëvar, edhe ja prejnë i taj, njëftohu me këta komshi, bën telefonat i taj e dasë, me e tomi ka deku, di nuk i thamë gjia vetëvar, ku e mori vesh po. Kësia shumë e madhe, ama për depresis. Dhe baba i birsus e ke humbur në moshën 14 vjeçare, ndërsa nëna birsuse si quhet? Merisha. Merisha, sa vjeç është zonja Merisha? Po gati të 70, po detajnë. Edhe 100 vjeç u bëft. Dhe ajo të ka rritur me shumë dashuri dhe 9 vite që ti ke qenë në burg, ajo të ka ardhur, të ka vizituar në burg, kështu që për mua ajo mbetet nëna jote. Normale, unë të thash edhe të burg që s'lejoshe të burg, e di? Po. Ama unë kishe lidh ka pret me direktori, me krejt e din dhe direktori, se nuk lejohet. Unë i thash direktori që, po në kom gjithë nënës, këta u hodhe këta shokë që i kisha unë, se ta ishin për jetën. Kishin atë 30 vjetë, atë 35 vjetë që frinë aty. Edhe, kur u lidhën aty edhe, u duke edhe këtyre, tha, aveshti që unë vetëm ta di, o teta. Por, ndali... Unë prapë të ta respektoj. Se keq mirë, kur thua ti, ku e diti se si kanë ardhur punët, rrethanat. Rrethanat tregohen më 4 sy. I dashur Artur, ndalemi pak tek historia e jetës tuaj. Dua të pyes, të më tregosh sot je i lirë dhe flet lirshëm, se momentet kur ishe në burg... Unë gjithmonë kom qenë të tregova, unë jam në liri, unë si edhe ati që ishe, se unë po mos i godit një punë. Po gjithsesi, ne të dy kemi folur kur ti ke qenë në burg dhe sot jemi këtu në këtë live me Odetën për të marrë fyer ti histori. Sa vjeç ke qenë kur ti mësove që ishe një fëmijë i birsuar? Unë kam mësuar te mosha 5-16 vjetë vetë. Si e mësove këtë të vërtet? Të tregova dhe të ati ishë kjo Kaci Çollaku, kjo është në Gjermani për momentin, vini men në kusht. Po, nuk e ke nënën e vërtet, dhe babën të ndash mësitë, O, për cine kam i thashë, në ditë të ta di. Unë nuk mundem të t'i tregoj ta, se këta e ka me të drejtë të ta tregoj ta. Unë s'mundem si mu të thomë ta. Edhe aqë më afërsita, për ty që të refugjat në Greqi, në atë kohë. Po. Edhe ati zatekur edhe kjo, mimoza kjo, i thot apre kom një vlla, një Artur, i thot kjo e njoh, a kupton? E njoh, s'ko mo, veta ma e njoh, se kjo qo të emigrant. Pra, që ta kuptojmë qartë, i dashur Artur, ti ke pasur dhe një motor, ku prindrit të dyve ju ka lënë jetimore, si ju dhe motrën. Në Elbasan, në tete. Në qytetin e Elbasanit.
Por në momentin, Artur, në momentin që ti more vesh në moshën 15 vjeç, i rritur që ke qenë një fëmijë i birsuar, i tregove nënës birsuese dhe babait? Jo, Odeta të thush arsyeja, përse? Arsyeja se edhe po të thoshe shem, po leqit të me qeplat, ama dokumentat ishin tek ta. Unë s'dije si ti vith një dokumenta, thëm drejt. Shko kap këtë dokument, si ishte, kap këtë dokument, s'kishte se kur mirret, ti mirresh me këtë televizin, edhe i di më mirë gjatë, kur mirret një fëmijë që e birson, besoj se ke një farë dokumenti, ose një farë kushti. Jo kushti, që si një vendim gjykate, birsimet bëhen me një vendim gjykate. Dhe padyshim që prindrit e tu, padyshim që prindrit e tu, pra çifti Çollaku nga Rajca e Librazhdit të kanë birsuar me një vendim gjykate. Por unë dua të pyes, ti kur e zbulove të vërtetën, nuk u shokove? Çdo fëmijë shokohet kur mëson që ata që po e rrisin nuk janë prindrit. Unë kom marrë shumë vërdallë veta, se unë jam njeri daltësh. Ama kur vajta unë Elbasan të shtëpie jetimores, më thanë, vetëm na jep një dokument. Vetëm kaq. Pastaj unë arrita në 2017-2018, i thonë, o më do një dokument ku më keni marrë më. A dokumenti s'ta jap, thonë? Nona. Dokumenti nuk të jap. Ti po të jesh interesuar, shko, po ku të shkosh? A më shdo vend që të vete, unë edhe nesër, shembull, dhe unë dhja një të juet, pa një farë dokumenti qarë mund të bëj unë, shembull. E qartë, por këtë desha të dija dhe për këtë po të pyes, si ka qenë ai momenti kur ti ke folur për herë të parë me nënën tënde birsuese për këtë çështje? Drejt i thash, po të thënë. Thash unë disë pas kam nënëve, se unë kishe shumë, edhe unë jam shumë i dashur me njerëzit. Ape, në më dha nënën qitër të dy atë të majë, ti? Po kush të thati? Ape, mësova tash me fëmijë, ti? Unë si ishe fëmijë, 5-16 vjetë, që fëmijë, unë ishe në vitë parë, në shkollë mesme. Adoleshent, i rritur, e qartë. Dhe kështu Odeta, nuk mi jep një dokument, ata vajta dy e në Elbasan, në thonë drejtë. Pastaj unë kom bërë një aksident të madh, në golem Durrës. Çfarë viti? 2019. Kryet një aksident në vitin 2019. Ndërkohë, nga momenti që nëna nuk të tregoi për prindit birsues, ti nuk tentove më ta pyesje dhe të kërkoje. Ja, nuk e mos që mos e plagos më, edhe një njeri dhe më thonë që nuk do të plagosin dikën në zemër, se keq mira e të ka marrë fëmijë, të ka rritë një orën tjetër, mos ka mungur asë një gjallë. Dhe aty. Ama gjene unë, si të thashtë, vetëm ta di, tali interesohet dikushi për mua, ose unë të interesohet. E qartë, dhe ndalemi të aksidenti. Në 2019 në fatkeqësisht i bën një aksident. Po? Vërteta në qeret Durrësit me një Audi A8. A unë ishe me të dashur, shkurt më betit, ishe me dashur. Ajo i theu me kam, me duar, me kret. A unë i kam akoma me në heku këtu. Nga aksidenti. Në dhe. Por falë zotit shpëtuat. Dhe ati në qënë spital ushtarak. Po. Njeriu pe lushnje. Njeriu pe lushnje. Do Çollaku, të na falish kë unë i kishe fajt. Ta shumëti është i falur e për mu. A qërë më shteti nuk e di. Vinë ata policat me erdin kese, grua shtazanë, e di. Grua shtazanë, abe e zlatë. Qarë duhet ne të paguem, ta, vetëm mama mos ma fort borit burg. Ata me letra në Greqi. Emigrant. Emigrant, dhe. I thëm unë, i thëm ati policit, i thëm të vojë jam unë. I thëm të vojë është femër. Ky person nuk hynë burg. Dhe policit, po, vesh në dorën e ti. A për pare e për unë tjetë. Unë e kam barudër. E kam një shkujene dhe maron filmi. Se erdhën këta njerëzit e nonës, erdhën kret me të uarë me tezë, me kret. Ana të so u shpallë e madhe aksidenti. Ata e dini që unë kam vekur. Edhe kur vinë ata spital ushtarak, ditën e parë, ditën e dytë.
ky aksidentit, ky familje. Ati ka bërësuar motra. Kush rinja më të largë? Rastësisht, ky person që ty të aksidentoi kishte lidhje me motrën tënde? Jo, e kishte të familjes, ati ku ishte bërësuar. Bërësuar motra jote? Edhe e këtë kjo, hajse do të qëjmë i vendë. Unë e shqipë, kështu e buku, se kurse një, po dhe ta flasin drejt. Edhe e filloj qalmi, të shumë qatë më. Në hajse të kontekur kjo, se spitali është burra di maj veç, gra di maj veç. Po? Dhe hyrë, në filloj qalmi, herë kjo bashkimi kishte, kjo emri. Ja gjeda numër e telefonit, nuk është problem, shumë kollaj e gjeda, ati ja numër. Tha, a i njëtë këtë cëtën, bjafësh. Me të rëmën, ky i kishte dhonat, ky i kishte dhonat të amon sakët. Që ti ishe vllai saj? Ja, unë s'ka motër, unë ku ka motër. Ajo i ka surrejle e lezeqme. Ate ishte me vogël, se di. Të mënja e, unë s'ka motër. Edhe ajo më pyet. Ku je bërësuar, ti më rratë. Edhe unë jam bërësuar. Po unë jam motra e jote. Ti motra e asë një. Edhe unë shikju e Zotit, unë kom përnu shumë. Do me thëmë me pun krau, edhe të jo këshu me të laveve, unë s'di të laveve. Unë posë më përnduar që gjak, unë s'mire me të laveve. Sepse është e dimshme. Në vitin 2019 ti takove për herë të parë motrën tënde. Biologjike. Kom takuar se dveri jemi takuar, njëri jemi takuar spital Ushtarak, edhe njërë në qendër të Elbasanit. Mund të kalaja. Dhe motra juaj ishte bërësuar? Bërësuar, më tregoj, mua e je martuar, jo. Edhe kështë bërësuar, këtë në shumë familjet mirë. Jam shumë kurioze të di kush ishte biseda që ti realizove me motrën tënde. U takuat vetëm 2 herë, dhe pse i humbët kontaktet? I kemi hupur se unë rash në burg, mo. Momenti që ti re në burg. Vetëm njerë më bori telefon, se unë Facebook-un kur se kom një. Fotot po që i ndrosh në Facebook. Për shkak se ti re në burg, humbe kontaktet me motrën, e kuptova. Por tani që ke dal nga burgu, e ke kërkuar motrën tënde? Nuk më ka këthër përgjigje. E ke gjetur në rrjetet sociale? Kastrioti më tha, unë e ti ku banojnë, tha ata. Në Athinë, tha, të shkojnë bashkë. Edhe unë e pres se Kastrioti e marton qumi, më 8 gusht. Dhe ti pret që të lidhesh me motrën tënde. I dashur Artur, të lutem, më lejo të pyes dhe të më kthesh përgjigje, sepse janë informacione që ti ke zbuluar vetë dhe ndoshta janë me vlerë për ti dëgjuar. Në momentin që ti e takove motrën tënde në vitin 2019, për ironi të fatit, ti shkoje në spital për një aksident që kishe kryer të rëndë dhe personi që kreu këtë aksidentin të solli dhe motrën birësuese, motrën tënde biologjike që ishte birësuar. E pyete për nënën, dinte ajo histori për nënën dhe babain tuaj? Po do të më duash mua si vlla, unë ta gjena. Ama nëna të do shumë, kaq më tha, aty momenti. A unë thash, unë më shtisha, ty në 2 s'kom punë. Por ajo, kishte kontakte vetë me nënën e? Kishte gjetur nënën e saj? Kishte kontakte me djamën, me babaj, me kretë, kishte kjo. Biologjikët? Po, ama unë tremen tha të ta tregoj, se më ka thonë që je shumë agresiv. Se unë i thash dhe kësaj, unë qytë atyre që ishte kërësore, unë pa e gjeta. Drejt, se pëte e unë të kom motër ty, e shtje më bagashtë pësh. Ose të më thotë, të më thotë pësh. Unë ka qonë arsyet shumë e babër në këte, unë nuk kom lënë ati se s'kom patër mësi. Ama jo të në lojnë neve, thash, edhe ku të vime me një moshtë të madhe të bëmi, 25-30 vjetë këte, të më kërkosh, përse të më kërkosh. Unë vetëm të ati, thash, unë prapë, kom për tani murë, thash, se nëna, thash, ama nuk është mirë këshu. Pak i ashpër je treguar. Po ashpër dhe motra tha, vlatko, që se vetëm i bom një adenen, se si hanjon ato, thash në asë njerë, thash ti motra imë, motra.
por në një farë mënyre le të themi që ti ke bërë dhe analizën ADN-s dhe ke verifikuar totalisht që është motra jote, në një farë mënyre e di kush është familja jote, thjesht fakti që motra nuk të ka treguar emrin e nënës dhe arsyeën pse ju ka braktisur në jetimore. Po të më tregon të Odeta, unë kam shoqëri madhe në Tiranë. Dhe më thamë familjarë, nuk plasëm kështu që arrin rrugë, se unë s'jam mësuar të rrë rrugë. Familjarë. Turit i thuje emrin bjemën. Ne e gjemë. Si e gjemë ne puna jo. Se më duket pak e çuditshme, një motor që ti mbaj sekret vllajt, historinë kur dhe ajo vetë ka qenë e birsuar. Jo, se me thonë drejtën nuk kanë qenë agresiv. Kur ishte në Shqipëri. Ke qenë i hurit dhe litarit, themin e shqiptarët. Po detëm, unë nuk po një mrapsh. Edhe sot e kësa ditë, unë nuk bëj mrapsh. Sa unë shumë bukur i tash motrës. Ti po ta dish, më qonë mua, afër banesës. Këto, që ka një dyqar robe, dhe shetë robe. Mëri ka mëranë. 3 ditë Tiranës vërdalë, kështu, po, më shko me makinë këte. Po cilin, kujti thoshe nëne? Hyrë këto, hyrë ati matanë. Ata cuna, kemi ardhë të apje marturi se i ka hupur nërna. Talë që i pas e shopet, e di? Më dhështë jo, bre. Artur, ti sot... Kujtë të t'i thuash, e mu, se po t'napin e, më mbjemë edhe i menegje. Artur, aktualisht a vjeqje? Unë? Po. Darinja të 39 vjetë. 39 vjeqe, në 100 vjeç u bëfsh. Sot këtë mosh e kërkon... Dhe nëse ta kishe përballë në nënën tënde, çfarë do i thoshe? Unë vetëm ka që i thoshe. Rrasë parti nuk e bërë mirë që na ke lënë. Si ka ardhur marrëdhënia ty, nuk e di. Se shetë sa bukur, unë së di thëm. Po barët na kërkojnë. Si mua, si motrën, thoshe. Të më falni me nënën, kështu ka ardhur punë, nuk u manje dëgë, nuk ka bërë për të turë, po edhe. Se ka ke shumë gra që i ka thua fëmijët ati. Ka patur probleme me burrët dhe i ka thonë, nuk kam patur mësi të dua, ama bare ne të kërkojmë në për televizia apo në për seme. Jo se të aferdonje. Gabimi është i madh. Ty inshallah ta paguar në Allahu gabimi. A për me e jo. Por, ti e ke falur për derisa e kërkon. Unë e kam falur me të kreto dhe ta, unë nuk i bëj shamatë, unë vetëm ka që ta, ti honi se nga le, nuk e di unë si ka nga dhe punë, po të pak të nga përko. Familja, po detra, aty është jeta. Çfarë dyshohet, Artur, që nëna është divorcuar me babain dhe kjo ishte arsyeja që ajo ju lani jetimore si ty dhe motrën? Po, si më e kuptoj një motrën, ajo thoshte që babai ka qenë dallaveregji, pianec. Edhe ke shumë sot, shumë familje që i shkatrohen edhe. Për zotë në gjohë, ke shumë që i shkatrohen sot. Se nuk t'i ka fajt gruja, që t'i ka fajt kokët. Pra, ata janë divorcuar dhe nëna ju ka lënë të dyve një jetimore, por fatmirësisht ju të dy patët një familje, u birsuat dhe u rritët ju në Rajc të Librazhdit, ndërsa motra në Elbasan. Artur, me nënën tënde biologjike, me nënën tënde birsuese, ke folur, ja ke treguar që ke takuar motrën? Po kështë e qanë motra. Për ne unë edhe nënën do të marrë Tiranë. Kështë e qanë motra me gjithë të shoqi, edhe 2 fëmijë. Kjo është shtëpia e vllajt, po, kështë e thotë. Kur ke qenë ti në Burg, ato kanë ardhur në Rajc? Mi 3-4 herë. Me gjithë kastilotin, se kastiloti i kështë quar. Por nëna ju ka dhënë lajmi që ti ishe në Burg. I kështë apritur, u kështë atërë një pullë, se kështë i kemi në fshatit, u kështë atërë një pullë, rrikë të kështë thonë, jo, unë të iku se fniti, kom të vekle, të ikin Greqi. Në manu me në Arturit, kjo është kreta, po di kjo. Edhe unë vetër Facebook e kishe, se unë manje numër të Maqedonisë. Nuk manje numër Shqipërisë, nëse kushtë të futë atje, ishte 3.000 euro në telefon. Ke pasur telefon në Burg? Po, mëj. Për ditën që kom e hyrë. Gjëbëjnë shqiptarë, të zote, telefonin e fusin në Burg. Artur! Po, unë shtë ditë shqisnin a 2 më telefon, oj më të.
Mos t'i themi këtë gjëra. I funi me policët dhe i thoshe që 100 euro ti, se këta gjenjë, se këta budallajnë. 900 euro ti, a i të unë 3.000 është isë një telefon. Mos t'i themi këto gjëra, Artur, mos t'i themi të gjitha. I dashur Artur, si ka reaguar nëna jote kur sot ajo ka marrë vesh që ti po kërkon nënën tënde biologjike? Është ndier keq? Po tjetë për mua, tha. Mua më bëhet qefi, gjije, po të duesh shkota ajo, po të duesh të arrim bashk, ajo ta ka bërë kokën. Mos, ta ka mu zemër prishë, më kupton, nuk është e keqe kjo. Gjije, unë që të t'jap dokument nuk ta. Edhe hajtë me rre veshin e ti. Ajo nuk të ka treguar se ku të ka birësuar, në cilën shtëpi jetimore? Në Elbasan, ama nuk ma tregon, se pa të ma tregoj veta unë i men, një hypi ma pra të ka treguar vetëm Elbasani, që ke qenë në Elbasan, por nuk të ka dhënë detajet të tjera. I dashur Artur, ne ishim të dy së bashku në këtë live, sepse ti je në kërkim të nënës tënde, që fatkeqësisht nuk i di as emrin, nuk e ke parë asnjëherë, ke takuar motrën, le të themi për ironi të fatit, fatkeqësia e një aksidenti të solli një të mirë që njohej motrën tënde. Zoti do të këshillat e ta. Ti jep të tartë këqijat, a një të mirë ta man. Edhe e mira ishte ajo. Që në atë aksident të rënd, le të themi ti njohe motrën tënde biologjike dhe u takove. Ne e prezantuam në këtë live, uroj dhe shpresoj që ajo nën të na ndjeki, por dhe gjithë ata njerëz që e njohin këtë histori të na ndihmojnë me informacione, por nëse ke diçka të fundit që do t'i drejtohesh nënës tënde biologjike, mund ta thuash Artur. Jam e sigurt që ajo do njoftohet për këtë live, mund ta shikoj, motra juaj mund të na ndjeki, mund na kontaktoj. Ke diçka për t'ju thënë? Gjithnjë familjes biologjike. Rast të parë kishe dëshirë që t'i shihnje, se gjaku, unë ta kam dhënë edhe kur ishe në Burg. Vetëm ti njihni Odeta. Edhe të me të regonte realitetin, që si ka qenë puna. Se unë po mos i donja, unë nuk i kërkonje. Është e kuptueshme. I dashur Artur, unë të uroj me zemër që ta gjesh nënën tënde biologjike dhe të mos ndahesh kurrë nga nëna birësuese, sepse ajo të ka rritur dhe ajo të ka dhuruar dashuri dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Kur të duash ti, vetëm shkruaj, unë të bëj telefon, nuk ka probleme. Mirë, të përshëndes nga Tirana. Faleminderit, përshëndet Arturit në Tatova. Mirupafshim. Mirë dashur miq, do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashkë live dhe për disa minuta të tjera, pasi në këto momente do të shkojmë në Tepelen, do të lidhemi me Luan Ruçin, i cili do rrëfej një histori të dhimbshme të familjes së tij, konkretisht të vllajt që e ka vlla nga nëna, pasi të jëmës i vran bashortin e parë, duke lënë me 2 fëmijë të vegjël, dhe historia është vërtet e dhimbshme e asaj zonje të ndjerë, Zenepe, sepse sot është larguar nga kjo jetë. Por çfarë kërkon sot Luan Ruçi? Unë do hap dritaren dhe do e ftoj më njëherë. Luan, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, respekte për juve. Si jeni? Mirë, ju si jeni ndja? Mirë, unë dua sot të flas me ty, sepse ju e keni një problem që para disa kove e ke denoncuar, por nuk e marrë ende një zgjidhje. Kam paraqitur një kërkesë për një humbje në një vllaj ton 59 ose 60. Historia ati e shu ai ka ikur në 59 ose 60, ka ikur në ushtarë në Kavaj. Po? Dhe ka ardhur me lej, ka qenë muaj prill. Edhe ka dhënë disa ditë dhe ka ikur dhe ka ardhur aperi që ai ka vrarë vetën thanë, por nuk na kanë treguar asnjë gjë. Vajti babai atje dhe nuk i treguan as vendin e varrit. Edhe i thanë që mos e kërkoni se ai është armik. Vllai juaj si quhesh? Caush Ruçi. Sa vjeç ishte Caushi, i dashur Luan? Ka qenë 20, 21, 19, ku e marrë ushtarë tani. I dashur Luan, ju jeni më i madh në moshë apo më i vogël se Caushi?
Jo, jam i vogël, ai është i madh i fare. Është i madh i familjes, por çfarë ju ka treguar babai momentin që erdhi telegrami në shtëpi? Kanë ardhur vetëm 2 veta edhe kanë thënë që Caushi ka vrarë veten e thanë dhe nuk na kanë thënë asgjë tjetër. Por sipas babait tuaj të ndjer, vllai kur ka ardhur në atë kohë ushtar me pushime ka pasur probleme? Të shëndetit të tij mendor? Jo, ka qenë shumë i rregull, ka qenë shumë i shkatër, ka qenë shumë i... Por çfarë dyshoni juve se mund të ketë ndodhur? Po tani ose ku shkatkuar ose ka iku, varet se si ka pasur punë atje me... Po nuk ka vendvari, në këtë, për atë kërkoj edhe më shumë kërë, ai nuk ka vendvari, nuk na ka treguar fare. Kur babai shkoi për të trequr trupin, nuk i dhan trupin? Jo, nuk ja dhanë dhe nuk i treguan as vendi se ku e kishin arrozët paket e kishin vënë, tha një shenjë që ta gjejnë më mbrapa. Dhe i thanë që është armiku i popullit dhe mos e kërkoni? Armiku i tia, po i popullit tani, po thanë armiku dihet jo, armiku popullit, armiku tani puja. U zbulua që kishte bërë diçka vllai juaj në ato vite, ndoshta tentuar për ta ratisur dhe u zbulua nga agjentët në atë kohën e komunizmit? Jo, absolutisht asnjë gjë fare, nuk kemi zbuluar asgjë, nuk na kanë thënë asgjë fare. I dashur Luan, sa vjeç ke qenë kur ka ndodhur kjo ngjarje? Po kam qenë 7 vjeça, 8 kështu kam qenë. E kujton Caushin vllai? E mbaj mend shumë mirë, kam sigur e kam parasysh, po u tha. Çfarë kujton nga ai? Që njeri dashur më mbante në duar, më mbante afër, tani shkonte mirë, kujtoj. Por pasi kaluan vitet, unë dua të pyes, babai juaj çfarë ju tregoi? Se ju këtë histori nga babai keni mësuar. Po në babai dhe ai kishte një shok në fshati që qenë ushtar bashkë dhe ai ma ka treguar më shumë se babai ti tha një farë. Dhe dua të pyes, ju e keni takuar shokun e vllajt? Po. Çfarë të ka treguar ai për Caushin? Domethënë çfarë ndodhi me Caushin? Që i tha që njeri dashur, njeri i shkata, tjetha edhe ne tha çuditemi tha edhe e kishin kërkuar shok që ta binin në shtëpi ku fomë dhe nuk kanë dhënë. Nuk po kanë dhënë. Nuk po ka thënë asgjë fare. Por në repart mes ushtarakëve nuk u zbulua asgjë, nuk folën me njëri tjetri për ngjarjen, nëse ishte ndonjë pushkatim apo vetvrasje. Nuk na reaguan asgjë. Atëherë të kishtan që vrau veten, po më tutje nuk tingjë. Sepse i dashur Luan, logjikisht nëse do ishte një vetvrasje, trupi nuk ishte pse të mbahesh peng, do t'i jepesh familjes që ta përcjellni për banesën e fundit. Nuk ja kanë dhënë, ai shoku ron akoma në Shelegar që tha dhe nuk u ka dhënë atyre. Por sipas shokut, vetvrasja ku ishte ndodhur? Në dhomën e gjumit, në vendi ku bënte shërbimin? Jo, diku në një zonë të lirë, atje duke ndenjur. Jo as në izolim as. Me armën e tij? Patjetër. Me tina po me të ndoj tjetër, po nuk na reagoi njeri. Por pas viteve 90, kur hyn në vitet e para të demokracisë, arritët të zbuloni diçka të kërkonit? Jo, nuk kemi kërkuar asgjë. E kuptoj. Babai është larguar nga kjo jetë me një breng të madhe, besoj. Patjetër. Edhe nëna po e po më shumë se nëna tani janë. Ajo ka vuajtur më shumë humbjen e të birit, por patjetër ajo edhe kur bësh në diçka në shtëpi për shembull ndaj i kthim ajo po qante se ta keshte. Nëna dhe babai e besuan vdekjen, vetvrasjen apo gjithë kanë dyshuar se nuk reaguam që më tuti se kur vajti si janë treguar fjallar frika nga sistemi asaj kohe ka bërë që ata të mos flasin dhe të mos e kërkojnë të vërtetën. E kuptoj këtë pjesë, sepse sistemi i komunizmit, koha e komunizmit ka qenë një periudhë shumë e vështirë, që njerëzit nuk mund të bënin çfarë të donin dhe të kërkonin atë që dëshironin. Në kohën e komunizmit që shumë e vështirë se këta thoshin që armiqt pse i kërkonin se atëherë që çikë ndryshe s'ke si ç'është sot.
Dhe vllajin tuaj e shpallën armik. Por ndaj familjes tuaj, morën masa? Ju patët probleme? Jo, nuk patët problem, po thanë mos e zinin gojë, mos e kërkoni fare. Të mërshme. Vetëm kaq, mos e kërkoni dhe juve ju lanë të qetë. Ne po, ne të qetë se ne ishim edhe në qik me përberetisë, po bajim ka qenë dhe komunist, ka qenë dhe partizan, edhe kështu që kishin ato fërkimet e sistemit atë po. Ca ushaj ti e ke vlla prej nëne? Po. Nëna e ka pas ka vuajtur më shumë? Po vuajtët e asaja i kujtojmë ne që u rritëm me te, po shtë t'i bëjmë, si ishte një plak që si ashëronim do të. Një plak që nuk ja shërua do të, e vërtet kjo gjë. E kuptova, por bashkëshorti nënës i pari është vrarë nga regjimi komunist? Në ato kora punasmërie kanë vrarë, nuk... E qartë, dhe ajo ngeli me dy fëmijë të vegjël. Po. Me caushin dhe me këtë tjetër. Dhe me vajzën e që një fetije, ka qenë është... Kam te kurtojnë i kandroje, po ka qenë në veçdanisht të vlorët ajo, ka lënë të tanë të mije dhe ajo. Motra juaj. Po. Dhe më pas, nëna u martua me babajin tuaj dhe sa fëmijë erdhën në jetë? Po, erdhe dhe një 7-8 të tjeneve. Që nge një familje madhe. Një skuadër futbolli. Më vjen mirë që jeni një familje madhe, por fatkeqësisht më vjen keq për të ndjerën nënën tuaj, si quhesh nëna juaj? Zenepe. Zonja Zenepe, më vjen keq për zonjën Zenepe, e cila pas ka vuajtur shumë. Ka vuajtur sepse ka humbur nga kjo jetë të birin e saj, Caushaj, i cili ka qenë vetëm 21 vjeç në vitin 1960, ku u zhduk, le të themi, nga reparti ushtarak dhe familjes i erdhi lajmi se bëri vetvrasje, por ju trupin nuk e morët kurrë. Në Kavaj, ai repart është prishur më mbrapa. Nuk ekziston sot. Jo, që atë nuk ekziston, nuk e di sa muaj mbrapa, po se ka qenë një tjetër, aty ka qenë 2 reparte afër njëri tjetrit. Ndërkohë, ju i dashur Luan, ku keni jetuar? Në çfarë vendi? Neve në Tepelen. Në Tepelen. Po. Mirë, i dashur Luan, ke një mesazh për të përcjellë për të gjithë ish ushtarakët që mund të kenë qenë duke kryer shërbimin ushtarak me vllajin tuaj Caushaj që mund të kenë ndonjë informacion? Kam një mesazh që kushdo që e di edhe jeton, të na informohet për shembull për një diçka, se ata as e kthejnë do të në jetë dhe as bëjnë do të asgjë, po të na thonë që kështu edhe është kështu. E uroj me zemër që ta zbashë dhe vërtet çfarëdo që mund të ndodhur me fatin e tij, edhe nëse ai ka bërë vetvrasje apo pushkatuar në ato vite, të keni një varr dhe të shkoni për i çuar një tuf lule. Mirë, Luan, ne do mbetemi bashkë në kontakt dhe unë të përshëndes nga Tirana. Gjithashtu ne kemi respekt jata fushën për ty atrapar për emisionin. Mirë, të falenderoj Luan. Rrofsh, Odeta, rrofsh, qofsh e nderuar edhe vazhdofsh emisionin pa fund, pa regjim, jeni të mrekullueshëm. Faleminderit. Mirë të dashur miq, që dëgjuam dhe historinë e Luan Ruçit, i cili është në kërkim të zbulojë të vërtetën e vllajit të tij Caushaj, i cili në vitin 1960, kur ishte vetëm 21 vjeç dhe kryente shërbimin e detyrueshëm ushtarak në Kavaj, familjes i erdhi lajmi se ai bëri një vetvrasje, por ata asnjëherë nuk e besuan dhe dyshojnë se ndoshta mund të kenë ndodhur një pushkatim dhe trupi u fshe nga regjimi asaj kohe, ose 21 vjeçari asaj kohe mund të jetë arratisur dhe ndoshta është zhdukur për vite të tëra dhe ka krijuar një tjetër jetë në një ndër vendet e Europës apo kontinenteve më të largëta siç është Amerika, ku dihet që në ato vite shumë shqiptarë që arratiseshin kërkonin të shkonin në Amerikë. Por kjo e vërtet edhe nuk dihet ndaj Luan Ruçi kërkoi të ishte këtu në live me Odetën që t'i bënte thirrje të gjithë ish ushtarakëve që e kanë njohur historinë e vllajit të tij dhe urojmë të zbulohet kjo e vërtet. Mirë, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale
në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori njerëzore. Faleminderit, deri takohemi nesër.